E pra të nderuar miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të bërë për të kthyer në fakt në retrospektiv. Do të kthehemi muaj më herët, apo konkretisht vite më herët. Do të flasim për një lidhje dashurie që në dukje të parë ishte sinonim, në dukje të parë ishte një dashuri që ne shikonim vetëm nëpër pralla, që ne shikonim vetëm nëpër ëndra, por që në fakt nga kjo dashuri mësuam që nuk duhet besuar asnjëherë nëpër fotografitë të Instagramit, nëpër fotografitë e Facebookut, nëpër fotografitë të ndryshme në rrjetet sociale. Do të flas pikërisht për Bes Kallakun dhe Xhensila Myrtezaj. Xhensila dhe Besi, edhe pse për vite të tëra përfliteshin për krisje të vogla, për hidharime, për hatërmbetje, por domethënë nuk është se merreshte si gjë seriozisht, ëh. Publiku nuk është se e merrte seriozisht sepse prap në fund të ditës Besi dhe Xhensila ishin shumë të lumtur bashkë. Më pas në momentin që erdhi ajo ndarja e madhe që publiku dhe fansat e tyre, domethënë të gjithë u shokuan se çfarë po ndodh me këtë çift, filluan hamencimet që ndarja e tyre mund të ndodhen për shkak të marrëdhënies së afërt që kishte Ilir Meta me Bes Kallakun dhe përfshir këtu Besi në bizneset e Ilir Metës, pasi që Iliri filloi në atë kohë të ndiqej nga spaku dhe dyshimi më i madh ishte që e gjitha kjo ishte një lojë që po ndodhen mes Besit edhe Xhensilës për të ruajtur pasurinë e tyre, domethënë atë që Besi dhe Xhensila kishin ndërtuar. Por që pas muajve të tërë hamencime rezultoi që edhe ky aludim që u bë nëpër media ra krejtësisht në ujë, domethënë ishte i pavlerë, sepse Xhensila dhe Besi dolën në gjykat tepër të ftohtë me njëri tjetrin, tepër të inatçor ndaj njëri tjetrit dhe vendosën që t'i japin fund martesës së tyre, një martesë që solli në jetë dy fëmijë, Amenin edhe Ajkën, duke e ditur që Bes Kallaku ka patur gjithmonë një lidhje të veçantë me Ajkën e tij dhe jo më kot rodhi dhe emri Ajka. E ftuar vitin e kaluar në emisionin Mirëmbrëma Yje, Xhensila Myrtezaj e la të nënkuptueshme që kishte përjetuar një tradhti të tmerrshme nga ana e Bes Kallakut, një tradhti që sipas Xhensilës nuk ja vlen edhe të falet më, sepse ajo e kishte falur shumë Besin, e kishte toleruar shumë. Besi nuk është se kishte ndryshuar, por kishte mbetur ai i njëjti. Duke thyer të gjithë këtë heshtjen për vite të tëra, Bes Kallaku për herë të parë në një intervistë shumë të ndjerë dhe me shumë emocione, rrëfeu jetën e tij, atë që po kalon dhe duket që në fytyrën e tij që Besi po kalon një dhimbje, ka një mungesë jashtëzakonisht madhe për fëmijët e tij, në podcastin e Grida Dumës. Në podcastin e Gridës, Besi ka folur për jetën, ka folur për marrëdhënien e tij me Xhensilën dhe çfarë do të ndodh më tej. Aktori i humorit Bes Kallaku është rikthyer në vëmendjen e publikut me një rrëfim të ndjerë gjatë një interviste me Grida Dumën, ku foli hapur për kapitujt e mbyllur të jetës së tij, përfshir këtu edhe divorcin nga Xhensila Myrtezaj, një temë që vijon të zgjoj interes tepër të madh. Pa hyrë në detaje personale, aktori theksoi se për të e shkuara është një histori e përfunduar dhe se fokusi i tij është plotësisht tek e tashmja dhe te rruga që po ndërton sot. E shkuara ime është e vdekur, thot Besi. Unë po e jetoj të sotmen, u shpreh Bes Kallaku, duke shtuar se nuk e konsideron veten si dikë të jashtëzakonshëm, por si një njeri që ka ndikuar pozitivisht në jetën e të tjerëve, ku gjatë bisedës ai foli edhe për zhgënjime që ka përjetuar nga njerëz që dikur i kishte pranë, duke nënvizuar se jo gjithmonë mirësia e tij kthehet në të njëjtën mënyrë. Tani domethënë Besi këtë që ka ndikuar pozitivisht në jetën e të tjerëve, e ka në raport me Xhensilën, sepse Xhensila edhe vetë e ka pranuar në për të gjitha intervistat në fakt që ka dhënë vite më parë në ato kohët e harta të saj me Besin, ka thënë që Besi ka qenë personi që ka investuar tek unë për të arritur këtë që unë jam sot, domethënë për të arritur këtë famën e madhe që kam. Dhe për këtë Besi e thot.
Megjithatë mesazhi i tij ishte optimist, çdo natë sado e gjatë të jetë përfundon me lindjen e diellit, ka thënë Kallaku. Gjithashtu Kallaku theksoi se forca dhe pasuria e tij më e madhe janë dy fëmijët, prindëri dhe besimi në Zot. Zoti është me mua, kush mund të jetë kundër meje, tha ai, duke shtuar se jeta nuk duhet marrë kurrë si e mirëqen. Rrëfimi i aktorit u perceptua nga publiku si një reflektim i sinqert mbi humbjet, zhgënjimet dhe fuqinë për të ecur përpara pavarësisht të gjithçkaje. Do të thënë Besi duke që është shumë i thyer shpirtërisht, duke që e ka përjetuar shumë keq këtë pjesën me Xhensilën, domethënë e ka përjetuar si tradhtin më të madhe në jetën e tij dhe ndonjëherë unë mendoj që tradhti në jetë nuk është se vetëm të tradhton me një njeri tjetër, por edhe të tradhton shpirtërisht me besimin, sepse Besi siç duket, qofsha dhe gabim, por ka investuar shumë tek Xhensila, por që a do të ketë një rikthim me Xhensila Myrtezajn, Besi nuk e tha, por unë e shoh që edhe Xhensila, domethënë me atë që unë shoh nëpër rrjetet sociale, ndihet shumë e lumtur, ndihet shumë e kënaqur, ndihet shumë pozitive në jetën që po bën, po jeton jashtëzakonisht shumë atë momentin e lirisë së saj shpirtërore dhe tani domethënë ajo po ndjeket në mënyrë të mrekullueshme atë suksesin edhe famën e saj. Domethënë që mund të ketë një rikthim tek Besi dhe Xhensila, kjo që as diskutohet në fakt edhe që as vehet në pyetje.